Surja El Mudethir, Mekkase, 56 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O ti i mbështjell, o Muhammed, çohu dhe paralajmëro. Zotin tënd madhëroje. Petkat e tua pastroj dhe largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Mos jep gjë me synimin që të marrësh më shumë, dhe për hir të Zotit tënd, duro, se kur të fryhet në sur, ajo do të jetë një ditë e rëndë. Për jo besimtarët, nuk do të jetë as pak e lehtë. Më ler vetëm të merre me atë që e krijova dhe i dhash pasuri të pamat, e djem pranë vetes. Unë ja bëra kamjen të lehtë e të shtruar, e megjithatë, ai lakmon që t'i jap më tepër. Jo, kurse si, vërtet, ai i mohoi me kryen e qësi shpallje tona, prandaj, unë do t'a ngarkoj atë me dënime të rënda. Ai mendoi dhe kurdisi kundër Kuranit, dhe qoftë mallkuar si kurdisi, dhe sërish qoftë mallkuar si kurdisi. Pastaj vështroi rreth vetes, mblodhi vetullat e uvrejt, pastaj u kthye i kapardisur dhe tha: Ky Kuran nuk është gjë tjetër veç se magji e trashëguar. Këto janë vetëm fjalë të një vdekatari. Do ta hedh në sekar, xhehenem. E si mund ta dish ti tamam se çfarë është sekari, zjarri përvëlues? Ai nuk lë gjë dhe nuk kursen asgjë. Lëkurat i shkrumbon. Ati i rinëroje 19 engjëj. Ne kemi bërë rojtar të zjarrit vetëm engjëjt, dhe numrin e tyre e kemi bërë sprov, objekt polemikash për jo besimtarët, me qëllim që të binden ata që u është dhënë libri, e të ushtohet besimi atyre që besojnë, që të mos dyshojnë ata që u është dhënë libri dhe besimtarët e vërtet, dhe që të thonë ata që kanë sëmundjen e dyshimit në zemër dhe mos besimtarët: çka dashur të thot Allahu me këtë shembull? Kështu, Allahu lë në humbje atë që do, dhe çon në rrugë të drejtë atë që do. Askush tjetër përveç ti nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd. Ky është vetëm një përkujtesë për njerëzit. Kurse si, betohem për hënën, për natën që largohet, e për agimin që zbardhëllon, se ai, xhehenemi, është vërtet një nga fatkeqësitë më të mëdha, para lajmërim për njerëzit, për ata nga ju që dëshirojnë të ecin përpara me vepra të mira, ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqija. Çdo njeri është peng i veprave të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë, të cilët në kopshtin e xhenetit pyesin njëri tjetrin për keqbërësit: çfarë ju ka sjell në sekar? Ata do të përgjigjen: nuk ishim nga ata që falnin namaz dhe as prej atyre që i ushqenin të varfrit. Ne lëshoheshim në biseda të kota me llafazanët dhe mohonim ditën e llogarisë, derisa na erdhi vdekja. Prandaj, kur far ndërmjetësimi i cilit do ndërmjetësuesi nuk do t'i ndihmoj ata. Atëherë, përse shmangen ata nga këshillimi, sikur të ishin gomer të egër e të frikësuar që ikin prej luanit? Vërtet, çdo njëri prej tyre kërkon që t'i jepen shkrimet të hapura nga Zoti. Kurse si, pasi ata nuk i friksohen jetës tjetër.
Në të vërtet, ky Kuran është këshill. Prandaj, kush të doj, le t'ja vër veshin. Por ati ja vën veshin vetëm ata që do Allahu. Vetëm ai është i denjë për t'u pasur frikë, dhe vetëm ai është i denjë për të falur.